për mënyrën si reaguan tifozat, se thjesht po festonte një gol. Jam komplet kundra Mourinhos që i kishte thënë vini që çpun ke ti lojtarët e mëdhenj, nuk festojnë ashtu. Nuk po festonte asgjë. Në Brazil janë karnevalet, shkoi aty, bërë një karnevale, kërcim karneval. Po nuk ishte asnjë. Po s'është as pak e tepruar, o vllazë, është për çeft vet. Jo, nuk ishte tepruar. Reagimi i tifozëve as pak normal, ja kartoni verdh që i dha Vini, as pak normal. Tani dalim ke deklaratat që ka bërë të nesërmen Mourinho për një televizion brazilian që ka thënë ish trajneri i Realit. Okej. Televizion brazilian. Portugez o brazilian? Po ja shumë flasin portugez. Portugez, është portugez. Se the brazilian. Brazilian thash. Po të njëjtën gjuhë flasin edhe. Portugez. Obrigado, nawe. Obrigado. Ka thënë Mourinho se dëgjova dhe me audio. Ka citatet. Ne thot. Arbitri thot kishte një letër ku shkruhej që Tchouameni, Huijsen, Carreras nuk mund të merrnin karton të verdh. Okej. Ai e dinte shumë mirë se kush dhe kush nuk duhet merrte karton të verdh. Kam kaluar 1400 ndeshje thot në stol dhe këtë gjë e di shumë mirë. Tani unë këtë se marr vesh se e para del sikur e ka parë me sy. Jo, e dyta kur thot që kam 1400 ndeshje dhe e di shumë mirë se ndodhin këto gjëra, çfarë do të thotë që ai ke parë që i kishte këto 3 emra në letër apo po çlidhje ka po pse u përjashtua. Ideja është këtu s'po flasim Valverde nga kartonat dhe Carrera se kuptoj. Po flasim për autoriteti sportiv, po citojmë Jose Mourinho, no? Këtu po citohet Jose Mourinho. Videon e dëgjova unë me vesh të mi se thash mbase kanë shkruar gabim, ishte Jose Mourinho. Edhe ideja është në bazë të këtyre deklaratave hapet dot në jeptim për arbitrin, për këto që ka thënë Mourinho. Ka arbitrat jo s'para prekën arbitrat. Më fal, kjo është akuzë rëndova që arbitri kishte 3 emra për mos i dhënë edhe ky jep dhe emrat. Nuk foli në mënyrë të hapet e tim për arbitrin. Unë them do të hapet e tim për Mourinho në vëlla. Si mund shpifësh ti në këtë farë? Po pra, duke u nisur nga fjalët e Mourinhos, Mourinho merret në pyetje. Atëherë duhet vërtetohet. Po mëse është ish trajneri i Realit, sa gjëra i di kam përshtypjen. Nuk është e ka përdorur që e tha unë me Realin jam da mirë, Perez etj, tani po bën këtë gjë ne. Po mori kuqat. Të marrësh atë shu jam dakord unë me ty që ky bën deklaratën edhe drejtësia sportive merr në pyetje jo arbitrin Mourinhon. Okej, çfarë ke parë vëlla? Ashtu fillon çështja, me që ke bërë këtë deklaratë kaq të fortë. Do thotë që çfarë ke parë, çfarë di? Çfarë ka bërë arbitri? Do si rregull këtu ose